To kjo është file zyshit. Ju vrap zoti, në pas se zoti dhe me zëkukun. Qyrnje! Në rjoll, konflikti për ndërtimin e një resorti dhe hoteli ka mbërritur në një pikë të retensioni, pasi banorët lokal kanë bllokuar paraditjen e së premtes makineritë dhe punonjësit e kompanisë së Bashkim Ulajt. Sipas tyre, toka mbi cilën po ndërtohet resorti u përket pronarëve të zonës, një çështje që aktualisht është në shqyrtim gjyqësor. Përplasja me punonjësit dhe më pas me policinë shkaktoi ndalime dhe procedime penale për disa nga banorët, por ata deklaruan se nuk do të tërhiqen dhe se do të vazhdojnë të ndërpresin punimet çdo ditë duke mbrojtur tokat e tyre. Të mërkurën e kaluar, banorët depozituan një kallëzim të ri në SPAK, pasi kallëzimi i përparshëm u përcoll nga prokuria e posaçme te prokuria e Shkodrës për arsye të kompetencës, ndërkaq projekti për ndërtimin e resortit është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit për banorët. Shqetësimi kryesor mbetet pronësia dhe mbrojtja e tokës. Situata në zonë mbetet e tensionuar, ndërsa palët janë të gatshëm për përplasje të mëtejshme nëse nuk gjejnë zgjidhje. I themi bashkëdhëtarëve e bashkëfshatarëve që janë këtu. Nëse keni sa do pak mall për vendin tuaj, për tokën tuaj, dhimbshëri për tokën tuaj, hajdeni delnizat. Saj pjesë ju të kanë. Nëse ata tjerë që ne kemi miq apo shok, nëse vinë, ju falenderojmë shumë. Qoshin Dugaxhinas, qoshin Velipojak, qoshin gjithkund në përton Shqipëni. Ju lutem na ndihmoni.